Asnjëherë vendi nuk mundet me shku në zgjedhje para kohe pa dashur fituesi i zgjedhjes. Edhe me më pak përqindje edhe me më pak deputete, aq më tepër kur ka një përqindje të tillë. Por mungesa e konsensusit, mungesa e kompromisit është ajo që ka karakterizuar në vazhdimsi këtë çështje, këtë mendësi politike, edhe tendenca është për të fajsuar njëra tjetrën. Mirë po, natyrisht barën kryesore të përgjegjësisë pse vendi mund dhe realisht po shkon në zgjedhje e ka fituesi i zgjedhjeve personi i cili me 51.4% të votave, është në bindjen time e pakuptueshme, edhe vështirë e shpjegueshme, përveç natyrisht tentativës për t'ju shmangur implementimit të zotimeve ndërkombëtare që i ka marrë e që në ndërkohë pastaj me shumë gjas është fitu për